Informohuni me Zhurma TV. Bëni subscribe për më shumë video. Benita dhe Ludo në një lidhje dashurie jashtë shtëpisë. Ja çfarë po ndodh me dyshen. Raportet e krijuara brenda shtëpisë në Kosovë shpesh ndryshojnë pas përfundimit të formatit, por duket se kjo nuk vlen për Benitën dhe Ludon. Dyshja po vazhdon të ruajë një miqësi të mirë edhe në përditshmërinë e tyre larg kamerave. Këtë e ka dëshmuar së fundmi këngëtarja përmes një postimi në llogarinë e saj në Instagram, ku ka ndarë një moment miqësor në krah të ish banorit. Për te i takimit të tyre, dyshja duket se ka pasur edhe një arsye më shumë për të festuar. Benita ka shfrytzuar rastin për ta uruar Ludon publikisht për një arritje të re në rrugtimin e tij. Me mbishkrimin urime për mbylljen e marrëveshjes, ajo ka tërhequr vëmendjen e ndjekësve, ndonse detajet se për çfarë kontrate apo angazhimi bëhet fjalë nuk janë bërë ende të ditura. Ludo ka zgjedhur të mos jap detaje për momentin, duke mos zbuluar asnjë sinjal shtesë për këtë projekt. Nga ana tjetër, edhe Benita mbetet e fokusuar te karriera e saj muzikore. Këngëtarja ka paralajmëruar publikimin e projektit të ri të titulluar Bugatti 2. Të dy ish banorët po vijojnë me plane të ndara në sferën profesionale, duke treguar se pavarësisht shoqërisë së tyre, secili po zhvillon karrierën në mënyrë individuale.